Po, tash një pyetje jashtë profesionalizmit të institutit, sa po të vjen vështirë me qenë në cilësinë e gazetarit në këtë rast, sepse po realizon disa video, këshillat e të cilave janë shumë profesionale, po përveç mantelit të bardh, po je edhe një profesionist në prezantim, në zgjedhjen e fjalëve, në zgjedhjen e minutarëve, që ka shumë rëndësi. Po, është një përvojë jashtëzakonisht interesante, cilën unë e vlerësoj shumë që ma kanë dhënë mundësinë për me udhëheq, edhe në këtë mënyrë për me kontribu në përmbajtjen apo në planifikimin e këtyre podcastëve. Po është interesant me kuptu se edhe rëndësinë edhe barierën apo ngarkesën që ne keni ju, sepse çdo program i cili realizohet kur vjen drejt tek televizioni ose emitohet, konsiderohet vetëm si e plasu, mirë po këtu ka dhe përgatitje serioze, të cilat janë detale dhe këtu marrin kohë, mënyrë që me qenë sa më kualitativ, po edhe me qenë informatat relevante dhe interesante, po edhe me kontribu. Është një përvojë cilën po mendoj ta shohim si do të zhvillohet, po gjithsesi më ka dhënë një pikë pamje tjetër nga një profesion për me e respektu edhe për me vlerësu. Po, edhe me të vërtetë është një përgjegjësi e lartë, çdo fjalë që ti plason, qoftë përmes reelsave, qoftë përmes podcastit, qoftë edhe në cilësinë e mysafirit tash, qoftë edhe unë si prezantuese, sepse nëse kemi arrit një besueshmëri tek ata që na ndjekin, duhet ta mbajmë vetëm me përgjegjësi dhe profesionalizëm, kështu që secila prej videove që kam parë i përmban të gjitha këto kritere që i folëm bashkë, unë shpresoj që të arrini deri në veshët ku duhet, edhe të arrini deri në vendimet ku duhet të miren, sepse janë kauza që i theme, i stërtheme, i ngrisim e mbesin. Unë shpresoj shumë që instituti juaj me kretë kapacitetin që ka të arrit deri në sukses të implementimit të këtyre kauzave. Faleminderit shumë edhe unë ju falenderoj për këtë mundësi për me bashkë bisedu edhe njerit mendoj që bashkë kemi me arrit rezultatet mira.